Në qovë se dikun është bon një bum ekonomik në Kosovë, pa dilem që është Ferizaj. Një arsye pse ka ndodhë kjo, po natyrisht që është mirë me përcjellë këtë zhvillim ekonomik edhe në aspektin kulturor. Këtë natyrisht që njerëzit e bën edhe sa i përket institucioneve kanë bën një hap mirë. Drejtori, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove emisionin 05 për intervistë. Patjetër, këtë emision duhet çdo kush me dhënë kontributin e vet, se ju keni një emision shumë qëllum, shumë mirë, kështu që me dhënë kontribut patjetër, po. Shumë faleminderit. Kryetari mbajt edicion. Ferizaj jeni, po. Ashtu, faleminderit. Kryetari mbajt edicioni i 8 i panajirit librit, në Ferizaj na trega, është pasuri për qytetin tonë ky panajir. Mu fort vjen mirë që Ferizaj është të afruar me kohën sa i përket kulturës, po edhe infrastrukturës në kulturë. Mu fort po më pëlqen ky panajër edhe mënyrën që është edhe estetikisht që është organizuar, edhe me krejt ato që ka një panajër. Edicioni 8 është, domethënë, edhe një hap matutje, dhe mu merr fort mirë që në fillim të këtij edicioni ne e promovuam librin, këtë libër shumë, domethënë, Shteti i ri, burr shteti modern, është më thoshë një biografi të dy gazetarët mirënjohur ndërkombëtar. Vjen mirë shumë. Kryetari, unë du me të pytë, na trega sa i mungon ndoshta një lloj panajiri ose edhe tjerë në qytetin Ferizaj. Sepse dim, e po më realisht, fatkeqësisht edhe interesimi jo shumë i madh. Ke një mesazh për qytetarët? Në qovë se dikun është bon një bum ekonomik në Kosovë, pa dilem që është Ferizaj. Një arsye pse ka ndodhë kjo, po natyrisht që është mirë me përcjellë këtë zhvillim ekonomik edhe në aspektin kulturor. Këtë natyrisht që njerëzit e bën edhe sa i përket institucioneve kanë bën një hap mirë, po qytetarët duhet pak se emancipimi kulturor kur nuk është shumë, kur nuk është boll. Prandaj unë dëshiroj që Ferizajasit, sa i përket kulturës, ta marrin seriozisht edhe të ecin bashkë me kohën. Kryetari, faleminderit shumë, kënaqësi që pranove zot. Edhe për mua ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit. Unë marr suksese. Jeni vërtet ekip shumë i mirë i këtij emisioni që përcjell pavarësisht pse Shumë faleminderit. Respekt. Mirë.